emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndiqni të nderuar shikues. Një zhvillim i papritur ndodhi mbrëm në qendrën komunale të numërimit votave në Mitrovic, kur antarët e Partisë Demokratike komisioner aty vërejten, siç thanë në denuncimin e tyre, 20 fletvotime të parregullta, apo siç e kanë quajtur një rrëfatje nga ana tjetër e komit politik për ta inxhinieruar votën sipas modelit bullgar. Prokuroria ka vendosur masën për të urdhëruar që mbrëm që ky proces të ndërpritet i numërimit përkohësisht deri në një marrje të një përgjigje konkrete, siç ka njoftuar nga kompania që shtypi fletvotimet. U vodhen apo nuk u vodhen votat? Vijon ende ky debat, replikat e polemikat midis vetvendosis dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Në ndërkohë, në zgjedhjet e së dielës, në rrethin e dytë të votimeve, morën pjesë 32.82% e trupit elektoral apo shprehur në vota, morën pjesë në zgjedhje 432.107 votues nga numri total i trupit elektoral, që është 1.316.672. E me qenë se po nisim për Mitrovicën dhe fokusin e madh të gjitha mediave kosovare dhe interesimit publik se që ndodh atje që po ndodh, më duhet të përmend dhe shifrat e pjesëmarrjes në votime të zgjedhjes në rrethin e dytë në Mitrovic, ku është shpall fitues zoti Peci nga vetë kjo lëvizje dhe pati urrim edhe nga kundër kandidati i tij, zoti Arjan Tahiri. Morën pjesë në zgjedhje 39.87% e qytetarëve me të drejtë vote, që është trupi elektoral në total 84.715 persona me drejtë vote, ndërsa votuan 33.780 persona me drejtë vote. Këta qytetarë shfrytzuan drejtën e votës shprehur në përgjigje, siç e thash, është 39.87%. Kam ftuar për një analizë jo vetëm për Mitrovicën, por për gjithë vendin. Si ishte ky proces, zotin Afrim Kasolli, analist një orë politik. Kasolli, faleminderit për Kënaqësi të bashkëbisedojmë. Tani e jem në këtë terren polemikash politike natyrisht, edhe nga një zhvillim i papritur që ndodhi mbrëm, 20 fletvotime u denoncuan të parregullta. Dhe gjithë kjo situatë po vazhdon në pritje të sqarimit nga institucion zbatuese të ligjit, prokuroria në rastin konkret. Si e shihni këtë proces, Kasolli? Po tash rrit ne edhe natën e përfundimit të zgjedhjeve, të gjithë u shpreh me një farë lloj entuziazmi që ky proces përfundoi mirë, përfundoi në mënyrë demokratike dhe uroi tradita e respektimit të standardeve ligjore. Mirë po siç duket, drama për Mitrovicën do të vazhdojë edhe do të na shoqërojë edhe një kohë të gjatë. Është normale tash kjo çështje mund të adresohet në dy rrafshe kryesore, në aspektin e sigurisë dhe në aspektin juridik, që institucionet kompetente është sa më shpejt dhe urgjente që ta trajtojnë këtë çështje, sepse jo 20 vota, po vetëm edhe nëse një vot është prekur, unë jam hithtar i ripërsëritjes së votimit. Nuk guxon në demokraci vota e asnjë qytetari të cënohet. Në atë moment kur cënohet një votë një qytetari, procesi është i komprometuar. Dhe tash mirë po, unë nuk po jap konstatim që është komprometuar procesi apo jo, pa marrë përgjigje meritore nga institucionet ligjzbatuese. Ndërsa këto polemikat politike, këto edhe para se të ndallte ky lloj dyshimi, po e quajmë, ne jemi në fazën e dyshimeve, kanë ekzistuar ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje, si për shkak të prezencës jashtëzakonshme të kryeministrit në detyrë Albin Kurti në qytetin e Mitrovicës, targetimit të këtij qyteti si njëra prej qendrave më të rëndësishme të tij politike, dhe spekulimet për blerje të votash, për ndikim, për presion, për shantazh mbi votuesit e tjerë. Kemi dëgjuar të gjitha këto rrëfime, mirë po tash çështja është shumë më komplekse, shumë më e ndjeshme, për shkak sepse ekzistojnë dyshime të bazuara që ka mospërputhje ndërmjet fletës së votimit dhe numrit të serikëve ku është votuar. KQZ-ja e dha një interpretim për mua jo benc. Tha ishte si e pazakonshme si është gabim teknik, si ndodhi që
fajt një farë mënyrë ju la kompanisë e cila e ka bërë shtypjen e fletvotimeve, një kompani slovene në bashkëpunim me një kompani nga Kosova. Tash është normale që shtohen dilemat. Pse ndodhi pikërisht vetëm në qytetin e Mitrovicës ta kemi këtë gabim teknik? Janë pyetje të cilat kërkojnë përgjigje. Unë nuk po paragjykoj këtë. Dhe e dyta, mënyra se si është shpallur tenderi për shtypjen e fletvotimeve, po mund të nëse keni ndonjë informacion të re. Në rrjedh të kësaj ka Në rrjedh të kësaj antari i PDK-s mbrëm qendrën komunale të numërimit Mitrovicë Jugut, ja hiç Sumiçi ka denoncuar këtë rast, kanë thënë se antarët e PDK në Komisionin Komunal Zgjedhor kanë gjetur mbi 20 fletvotime me numra ndryshëm serek, pra numri serek dallon prej numrit të vendvotimit. Kryesisht fletvotimet kanë lëvizur nga shkolla, siç ka thënë Mixheni, në Abdullah Shabani dhe prej universitetit në shkollën e Zhabarit. Pra, ka parregullsi të jashtëzakonshme, ka deklaruar ai para mediave dhe sipas tij shumica këtyre fletvotimeve janë të parregullt, janë me vota për vëvend, teksa thotë se edhe me vota se ka edhe me vota për PDK. PDK bashkë me parti tjera që janë në koalicion mbrëm e bojkotuan procesin, numërimin e votave. Numërimin e vota, policia ishte mbrëm, aty ishte prezent edhe u shkaktu një hallakam, u shkaktu një hallakam për shkak të i VV-s në KQZ Alban Krasniqi, pati prezencë të policisë speciale, tifoz të PDK-s, mbështes të PDK-s aty dhe disa situata e kështu me radhë. Po tash ne jemi në pritje, do thotë prapë tham jemi në pritje të një përgjigje sa më të shpejtë, sepse në këtë situatë tensionuar është më se pritshme që të shtohet edhe më tepër presioni politik, të shtohen armiqësitë politike, kryesisht për arsye dhe të mënyrës se si është trajtuar qyteti i Mitrovicës, si gjatë rondit të parë të votimeve ashtu dhe gjatë rondit të dytë të votimeve. Pra, si thash në fillim kemi pas një impenjim të jashtëzakonshëm të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, që ka konsideruar si betejë jetike për arsye të tij politike. Tash kjo është temë tjetër që mund ta trajtojmë, por për arsye të tij politike ka trajtuar fitoren në këtë qytet si jetike. Dhe tash dyshimet që janë ngritur në këtë dyshimet, do thotë që janë ngritur në lidhje me këtë temë, jo vetëm 20 vota, nga këto do thotë mbroj pikpamjen që jo vetëm 20 vota, por edhe nëse një votë është prekur, procesi duhet të përsëritet. Nuk guxon për shembull të nëse edhe një votë është prekur në proces, qoftë nëpërmjet trenit bullgar apo çfarëdo forme tjetër të manipulimit, të blerjes, është cënuar vullneti politik i lirë i qytetarëve të Mitrovicës dhe nuk ka asgjë që amniston këtë situatë. KQZ-ja, si thash, ishte duke vazhduar shpejt e shpejt para se të vija këtu, lexova disa informacione se si ka shkuar dhe procesi i tenderimit të kontratës për shtypjen e fletvotimeve. Kontrata nuk është bërë me procedurë të hapur, me procedurë të rregullt, janë ngritur dyshime edhe në këtë aspekt, se pse ka ndodhur kështu, për shkak sepse nuk ka pas asgjë të jashtëzakonshme, zgjedhjet lokale kanë qenë të planifikuara kohë të gjatë, presidenti ai ka shpallur shumë kohë brenda afatit kushtetues e ligjor, dhe pse ajo nguti që edhe kjo kontratë bëhet me procedurë me procedurë jo të hapur. Pra, në përgjithësi janë disa elemente që e krijojnë një tablo që i rrisin dyshimin dhe rrisin skepsën që procesin elektoral në qytetin e Mitrovicës mos jetë mirëfilli sipas standardeve demokratike. Por normal në fund duhet përgjigjen përfundimtare, në fund duhet ta japin organet e specializuara për këtë organet e specializuara për administrimin e këtij procesi. Pikërisht këtu ishte sipas specialistëve, opinionistëve, të ndryshëm ata që vërshuan mbrëm gjithë platformën e mediave, ishin të habitur si është mundur me njëherë KQZ të identifikoj këtë problem aty duke dhënë një përgjigje se ka mundur të jetë gabim teknik. Jo, unë insistoj lidhje me këtë çështje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka komunikuar me kompaninë përgjegjëse, siç thuhet, për shtypjen e fletvotimeve, e cila ka pranuar mundësinë që gabimit ka ndodhur në printerin mekanik që volos, siç thuhet, të dhënat variable të ndryshme. Serike, kompania ka konfirmuar se në ditët në vijim do të përgatisë sqarim zyrtar lidhur me këtë rast
mes të tjerash. Dëgjoj, Red, tash kjo nuk mund të tejkalohet kjo situatë me kësi Sqarimi gjuhë është nga teknike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në orët e vona. Dëgjoj, kjo situatë nuk mund të kalohet me kësi Është e shpjegime mundur, ka teknike, mundur. Është e mundur, mundësia do të përgatisim Çështja duhet të raport. sqarohet për Kjo fundit. është çështje që duhet të jetë ekskluzivisht në dorë të prokurorisë dhe të njësive të specializuara brenda policisë së Kosovës. Tani është Dëgjoj, duke është në dorë dhe ata duhet ta trajtojnë. Edhe nëse KQZ-ja apo kompania e cila e ka bërë këtë gabim, dikush duhet ja përgjegjësi për këtë punë. Dhe ne nuk guxojmë për shembull ta tolerojmë me të mbyllim syt se ishte një gabim teknik, sepse bëhet fjalë për një qytet i cili kemi parë në për çfarë drame politike ka kaluar. Kemi parë domethënë një super prezencë të establishmentit qeveritar të koncentruar krejt në qytetin e Mitrovica. Kjo tash është ndryshimi. Unë si qytetari i Kosovës nuk mund ndjehem rahat, edhe pse nuk jam banor i Mitrovicës, edhe pse nuk jam qytetari i Mitrovicës, nuk mund ndjehem rahat me këto shpjegime teknike dhe pa llogaridhënie, qoftë edhe nëse është gabim teknik i kompanisë e cila e ka bërë këtë gjë. Me lejo Kasolli, në vend të kësaj ta citoj në mënyrë të plot pjesën tjetër të komunikatës mbrëmshme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në sqarimin që ata dhanë duke u përgjigjur në shqetësimet që u ngritën që mbrëm mbi ato 20 flet votime të dyshime numra serik. Është më rëndësi në komunikat të KQZ-s thuhet, është më rëndësi të theksohet se numri i përgjithshëm me flet votimeve të shtypura është evidentuar sakt. Për më tepër, për secilin vend votim, flet votimet e shtypura ka numra serik të shënuar në pjesët amë të flet votimeve, të cilët përputhen plotësisht me numrin e flet votimeve të pranuara dhe të verifikuara deri me tani në qendrën komunale të Mitrovicës së Jugut dhe Gjakovës. Edhe në Gjakovë ka njëra. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve siguron publikun, votuesit dhe gjithë aktorët e përfshirë në procesin zgjedhor se ky gabim teknik nuk ndikon në asnjë mënyrë në integritetin e procesit votimit apo të numërimit të votave, pasi flet votimet përmbajnë elemente të shumta të sigurie që garantojnë se ato nuk mund të falsifikohen apo kopjohen. Dëgjoj tash unë si qytetari i Kosovës për shkak se detajet e organizimit teknik të këtij procesi është masë normale që nuk mund t'i njoh në gjitha dimensionet. Unë si qytetari i Kosovës, qoftë gabim teknik, qoftë nëse edhe është gabim teknik, gabimet e këtilla teknike në një atmosferë të këtij lloji të polarizuar çfarë kemi pasur rastin ta shohim, nuk mund të kalohen pa përgjegjësi juridike. Kjo është pikpamja ime dhe këtu dikush duhet të adresoj këtë përgjegjësi sepse prapë tham, dyshimet shtohen pse gabime të tilla teknike nuk ndodhen në qytetin e Dragashit, nuk ndodhen në qytetin e Gjilanit, nuk ndodhen në qytetin e Pejas, por ndodhen pikërisht në qytetin e Mitrovicës. Ne e kemi përcjellur në vazhdimsi atmosferën elektorale që e ka shoqëruar këtë qytet. Pra kjo është arsyeja pse nuk mund të kalohet me një nonshalancë me shpjegime vetëm teknike, me shpjegime të thata ky problem, prandaj duhet të shkohet deri në fund, duhet të qartësohet çdo dyshim që është ngritur sepse përndryshe ndjenja se procesi elektoral ka qenë i kompromituar e ka qenë i manipuluar qoftë edhe me një vot është i papranueshëm dhe është cënim. Nëse edhe një vot, si thash në fillim, cënohet, atëherë kur cënohet një vot mund cënohen 2, mund cënohen 3, mund cënohen 4 dhe ne nuk kemi siguri që ajo është vullneti politik i qytetarëve të Mitrovicës. Gjithë ata që kërkuan llogaridhënie të plot nga ky proces kur mbrëm u ngren këto dyshime nga antari PDK-s në KKZ-at. Me drejt. Faton Peci, kandidati që shpalli fitore në Mitrovicë të Jugut, me rezultatën që kishte mbi 53%, bëri një postim. Me një foto duke buzëqeshur dhe tha, prap hibrida, prap hibrida. Është vazhdimi i njëjtës është në fajin baqinosit tjerë që thonë ka marru koha sa me lushtaku në Mitrovicë, nuk është na i merrni fitoren me zor. Është vazhdimi i njëjtës retorikë për krijuar mjegullnoj. PDK po kërkojnë vetëm një gjë, të sqarohet deri në fund ky proces, institucionet zbatuese të ligjit të japin përgjigjen sa më shpejt. Dëgjoj, Partia Demokratike e Kosovës, nëse është e bindur dhe ka fakte që është e bindur e duhet ta mbrojë vullnetin e qytetarëve të Mitrovicës deri në fund. Pavarësisht, ajo duhet të shkojë deri në fund kësaj betejë politike, sepse humbja e qytetit të Mitrovicës mbi këto dyshime
Nëse vullneti i qytetarëve është ky që është, jemi në rregull, por nëse qyteti i Mitrovicës është humbur mbi dyshime të këtilla, kjo është humbje e demokracisë për gjithë Kosovën, nuk është humbje vetëm për qytetin e Mitrovicës. Prandaj është detyrë subjekteve opozitore. Vazhdimisht nëse të kujtohet kam thënë që në rrethana të caktuara kur kemi parë veprimet të kryeministit detyrë Albin Kurti kam quajtur politikisht legjitime, sepse çdo pushtet nuk e kufizon vetveten, është detyrë e faktorëve të tjerë dhe aktorëve të tjerë në shoqëri që kanë obligim ta mbrojnë demokracinë dhe ta kufizojnë pushtetin. Këtë drejtim detyra kryesore sot e PDK-s është që me çdo mjet ta mbrojë demokracinë, jo vetëm në qytetin e Mitrovicës. Nuk është më në pyetje këtu Arjan Tahiri, është në pyetje rriti, është në pyetje afrimi, është çdo qytetar i Kosovës i cili duhet të ketë siguri plot se vullneti i tij është i pacënuar. Këto janë presionet që po shtohen prej ditës së mbrëmshme dhe që jemi ende në këtë dramë politike, duket që nuk do të pranoje, do të na shoqëroje edhe për kohë të gjatë. Ndonse politikisht kam thënë, edhe këto e mbroj pikpamjen, edhe politikisht kam thënë, edhe kur kanë dalë rezultatet në tani do dalë aty ka solli, por meqenëse jemi duke marrë me dimensionin të kjo temë aktuale që plasim mbrëm nga denoncimi për këto 20 fletë votime me probleme numra serik në fletat e votime. Pse këtë thotë se fletë votimi ka masa shtesë sigurisë që e bëjnë të por nga PDK që edhe nëse është gabim teknik, që tani po deklarohen qartë, kërkojnë rivotim në Mitrovicë të Jugut. Po shtohen këta zëra në Partinë Demokratike që po kërkojnë rivotim. Në këtë rast, të qoftë këtë e vendosin institucionet që merren me mbarvajtje proces zgjedhor, ato që e vlerësojnë. Pajtohem mirë, po edhe nëse është gabim teknik, nuk mund të tejkalohet me një shpjegim edhe me një interpretim të këtill të thjeshtë. Sepse edhe nëse është gabim teknik, nuk mund të justifikohet pse ndodhi ky gabim pikërisht në qytetin e Mitrovicës. Kjo është dilema e madhe politike dhe që shtrohet sot para qytetarëve, jo vetëm të Mitrovicës, para gjithë qytetarëve të Kosovës. Prandaj rivotimi është e vetmja mundësi, është e vetmja shans për të restauruar dyshimet mbi dinjitetin e lënduar të procesit zgjedhor që ka ndodhur në. Ju po trajtoni si i lënduar. Sepse peisazhi politik krijon një terren për këtë kualifikim. Krijon, ne kemi pa çfarë betejë elektorale është zhvilluar për qytetin e Mitrovicës. Dhe në të njëjtën kohë, tash na dalin shpjegime se ka pasur probleme teknike në këtë qytet. Po tisha unë në vendin e kryeministrit në detyrë, edhe në Gjakov. Po tisha unë në vendin e kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Apo të fituesit të zgjedhjeve të lëvizjes vetëvendosje Faton Peci. Unë që sot do dilja me kërkesën për ripërsëritje të votimit. Me që unë jam i bindur që kam pasur sukses me këtë rezultat. Dhe nuk ka pasur asnjë lloj abuzimi të tillë. Kërkesa ime e parë sot do të ishte për të rikonfirmuar edhe një herë përgjithmonë fitoria e lëvizjes vetëvendosje në këtë qytet. Le të jetë çështje e organeve kompetente. Fitore thu pa behane. Fitore pa behane, le të jetë çështje e organeve kompetente, por vullneti im politik, vullneti i subjektit politik që e përfaqësoj është urgjent që të ripërsëriten votimet në qytetin e Mitrovicës. Të vendosin organet e le ta vendosin mirë, po duhet të jetë edhe vullneti politik. Fituesi, nëse është i bindur. Unë po flas për vullnetin politik. Unë po flas për vullnetin politik. Tjetër është aspekti juridik. Tjetër aspekti juridik e legal. Por që lëvizja vetëvendosje ta transmetoj mesazhin që nuk ka çka friksohet nga ndonjë relegjitimim, atëherë vullneti i saj politik duhet të jetë në konform kërkesës për ripërsëritje të votimit dhe të bindet edhe një herë Partia Demokratike e Kosovës që e ka humbur qytetin e Mitrovicës një herë përgjithmonë. Kjo është e vetmja në rezultatet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në platformën online Faton Peci ka marrë 17.000
atë dyshimet që çka ka mundur të ndodhë. Si ndodhi që tash po na del vetëm në qytetin e Mitrovicës kemi të bëjmë me gabim teknik nga KQZ-ja, po na del që vetëm në komunën e Mitrovicës kemi të bëjmë me pjesëmarrje më të madhe në raundin e dytë të votimit sesa në raundin e parë, kur është trend rrit. Ne kemi diskutuar edhe ditën e votimit. Është trend që për balotazh pjesëmarrja është më e ulët se në raundin e parë, sepse në nivel vendi ka solli morën pjesë në votime, vetëm 432.107 qytetarë me të drejtë votësh shprehur në përqindje. Kjo i bie që nga numri i përgjithshëm i qytetarëve me drejtë votës, sa janë të regjistruar në KQZ, që janë 1.316.672, morën pjesë të dielën rrethin e dytë në votime, vetëm 432.107 qytetarë me drejtë vota, apo shprehur në përqindje 32.82% sipas. Pse rrit ky përjashtim i komunës së Mitrovicës nga trendi i përgjithshëm i votimit në Republikën e Kosovës? Po. Unë po insistoj, nuk du ta paragjykoj pse ka ndodhur ky lloj fenomeni. Mirë, po është i paspjegueshëm që çka pat të veçantë herën e dytë votimin e qytetit e Mitrovicës që i mungonte në raundin e parë, kur dihet që në raundin e parë kishte edhe subjekte të tjera politike që ishin në garë dhe po ashtu mundësia për pjesëmarrje qytetare është më e madhe për shkak sepse në raundin e parë të votimeve votohet edhe për asamble dhe jo vetëm për 2 kandidat. Janë disa fenomene t'i quaj kështu të paradoksale që kanë ndodhur që kur kombinohen së bashku e krijojnë dhe shtojnë peshën e dyshimit për ndonjë manipulim të mundshëm, por që unë nuk është kompetencë ime tash ta konstatoj në mënyrë kategorike që ka ndodhur apo nuk ka ndodhur. Ajo që unë si qytetar i Kosovës kërkoj deri në fund që kjo çështje të restaurohet e të sqarohet njëherë për duke kërkuar rivotim. Politikisht. Para se ta kërkonte Partia Demokratike e Kosovës rivotimin, e para duhet ta kërkonte lëvizja vetëvendosje rivotimin. Nëse është e bindur që tashmë qyteti i Mitrovicës ka votuar për platformën politike të këtij subjekti politik, për arsye që ata e konsiderojnë që kanë arritur t'i bindin qytetarët e Kosovës se nëpërmjet drejtimit të qytetit të Mitrovicës do t'i bëjnë këto investime, do ta bashkojnë Mitrovicën siç i ndëgjuam sloganet e zakonshme, atëherë nuk kanë arsye të friksohen sepse kanë shtrirë ndikimin e tyre elektoral në këtë qytet dhe me rivotim rikonfirmohet edhe një herë fuqia reale e lëvizjes vetëvendosjen e qytetit të Mitrovicës, qartësohet çdo dilemë. Kjo duhet të ishte rruga normale politike, një proces demokratik. Jo gabime teknike, jo mos përputhje, jo pjesëmarrje më e madhe e qytetarëve në votime në raundin e dytë se në raundin e parë, karakteristikë jo vetëm e qytetit të Mitrovicës dhe në asnjë qytet tjetër të Kosovës, janë tema që nuk mund të kalohen me një gjuhë të thatë burokratike e teknike pa adresim të qartë politik dhe juridik. Edhe një apo 2 pyetje në lidhje me këtë, pastaj folim për Jo, Kosovën unë pajtohem sepse siç thash, nëse vota e një qytetari komprometohet, është i komprometuar këtë procesi zgjedhor. Kjo është bindja ime politike. Nëse votat në një komunë janë cënuar, në përgjithësi procesi zgjedhor në Republikën e Kosovës është i cënuar. Nuk mund, nëse asnjë vot nuk është cënuar në komunën e Dragashit apo të Vitis, fakti që ka mundur të cënohet në qytetin e Mitrovicës, procesin e tërësi nuk mund të konsiderohet i drejtë dhe i palënduar. Teksa të sheh antari i KQZ-s, Sami Kurteshi, nga lëvizja vetëvendosje duke folur me këtë lloj vokacioni, me këtë lloj diskursi, mbase edhe ju do t'ju quante kështu siç i ka quajtur në të tjerë. Unë nuk mërzitem për kualifikimet. Me lejo ta citoj. Tha, shkroi mbrëm në Facebook, duke i gëzhduar kolegët tanë. Jetojmë në rënë liberal dhe njerëz kanë drejt me pas çfarë lloj mendimi. Tha, tërbimi, rendi liberal, okej, citoje. Me lejo tërbimi i vrasësve me pagesë gjuhë tepër e rënë nga ona e tij. Mbasi jo e re. Shkroj me tutje. Fitoria në Mitrovicë ju pas ka djegat shumë.
jo vetëm i ka djegur, por edhe i pas ka tërbuar deri në kutërbim të neveritshëm vrasësit me djalë me pagesë, që elbësirat me kutërbim shlivovice po vazhdojnë fëlliqet e ashpër, PDK e shikut dhe shiku i PDK-s në aksion humbës me mashat vrastare me djalet. Citon këtu, Liri Mehmetaj, Bebi Kajtazin, Ilir Mirenën, Berat Bozhalen i vendos në postimet e tyre. Prandaj thash po të ndëgjonte si të tilla. Ndëgjo, unë nuk mërzitem, kjo është, ndëgjo, kjo e kuptoj absolutisht, vrasës me pagesë e tjera, kjo është dobësia e sistemit prokurorial e cila nuk ndërmerr asnjë mos. Do thotë kjo është i sistemit juridik, atë mund quhet një sistem i kapur juridik nga lëvizja vendosje derisa nuk reagon dhe nuk detyrohet i njëjti që të dëshmoj para institucioneve kompetente mbi pretendimet që i ka. E para, e dyta, botkuptimi im, do thotë në këtë drejtim është i bazuar në teoritë që unë i konsideroj që janë të domosdoshme të jemi koherent sa i përket demokracisë, i cila nuk merresh fare me jo, nuk merrem fare. Unë këtë e kam antari i partisë më të madhe në KQZ. Dëgjoj, kjo tash është temë tjetër, unë prap thash, është dobësia e sistemit të drejtësisë i cili sot para se të mirret me dyshimet për ato që ka ndodhur në qytetin e Mitrovicës nuk merret me Sami Kurteshin. Do sot në ora 8 të mëngjesit, madje është vonë 8 të mëngjesit i njëjti është dashur të ftohet nga prokuroria dhe të dëshmoj mbi pretendimet e vrasësve me pretendimet që i ka se kjo konjunkturë mediale janë vrasës me pagesë. Kjo është çështje e mbyllur. Sot ne tash po diskutojmë veç që nuk ka ndodhur, veç që s'ka ndodhur ende një intervenim i këtill është dështimi i sistemit edhe në këtë drejtim i sistemit juridik. Do sepse po helmohet atmosfera shoqërore, po helmohet atmosfera politike me etiketime, kualifikime të këtilla pa përgjegjësi penale, juridike dhe politike. Dhe kjo i krijon profite politike, mos harro, kjo i krijon profite politike veçanërisht subjektit fitues të zgjedhjeve. Nga se njerëzit kur i ekspozohen një gjuhë të këtij vrastare, nuk janë të gjithë individet të njëjtë. Shumica prej tyre dhe mund të stepen, mund të tërheqen për mos mu ballafaqu me etiketime të këtilla kur shohin se personat që e përdorin atë nuk kanë kosto dhe pasoja juridike dhe politike. Mos mendo, kjo strategjikisht është jashtëzakonisht e mirë menduar pse përdoret një gjuhë e tillë. Qëllimi është që të paralizohet kritika, që të paralizohet dhe të smbrapset kritika politike dhe publike që individët dhe personat të ndryshëm për arsye të vullnetit të tyre, për arsye të karakterit të tyre, për arsye të konsideratave familjare e tjera, nuk dëshirojnë që t'i nënshtrohen këtij kryqëzimi publik dhe politik. Dhe tash njerëzit kur e shohin se me çfarë lehtësie përfaqësuesi i një institucioni që ka për detyrë të japë sqarime deri në detaje mbi dyshimet mbi keqpërdorimin e vullnetit demokratik. Operon me një gjuhë të këtillë dhe nuk i nënshtrohet asnjë lloj detyrimi ligjore politik, njerëzit stepen, njerëzit i pushtuan nga ankthi dhe tërhiqen, duke kriju atë terren që vetëm një fjalor dhe një retorik politike të jetë dominuese. Dhe kjo më pastaj përkthehet në pushtet politik, përkthehet në hegemoni ideologjike të një subjekti politik. Kjo është pak a shumë. Prandaj fatkeqësisht nuk paraqet lajm çka tha mbrëm. Jo, unë tash këtu edukacionit të ngjashëm dhe është po tentoj ta argumentoj për aq sa mundem. Se ky po vazhdon ta ketë këtë fjalor. Se ky po vazhdon dhe se me çfarë qëllime dhe se si. Si rezultati i zmbrapsjes së sistemit juridik. E para, drejtësisë dhe se si nëpërmjet këtyre taktikave sigurohet pushteti politik, sigurohet. Tereni i lirë. Krijohet tereni i lirë, krijohet tereni sepse njerëzit që dëshirojnë të bëjnë kritikë racionale kur ekspozohen ndaj një gjuhë të këtillë mund të tërhiqen nga diskutimet politike dhe publike për ta mbrojtur në sferën private dinitetin e tyre personal dhe familjar. Prandaj sistemi drejtësisë do duhet të reagojë. Po dëgjoj, redun nga këto do thotë, para se të mirret sot prokuroria dhe drejtësia me dyshimet për keqpërdorimet apo mos keqpërdorimet, nuk duhet të paragjykojmë mbi ata që kanë ndodhur në qytetin e Mitrovicës. Ajo duhet mirret sot me këtë gjuhë politike. Sepse mbrohet demokracia, në fund fundi demokracia nuk është vetëm dita e votimit, nuk është vetëm vota hedhja. Demokracia është edhe qarkullimi i lirë i opinioneve publike. Nga se këto opinione, këmbimi i opinioneve publike të lira, pa pengesë, pa presione, pa shantazhe publike, ndikojnë
strukturimin dhe në krijimin e vullnetit politik, Për te në asaj krijimit se, vullnetit të qytetar. E fundit ka solli për të nëse bën. Për te asaj se çfarë do të gjej prokuroria në procesësi për teksa po e heton çdo dyshim mbi manipulim votash në Mitrovicin e Jugut, katër të ati, si që kanë thënë trenit Bullgar Engineering të votave. Ju po gjykoni që se qysh tani do të duhej politikisht të shpreh vullneti për ta quar të njëherë Mitrovicin e Jugut në zgjedhje. Dhe atë e para duhet këtë qasje, para se ta mbroj Partia Demokratike e Kosovës, duhet ta mbroj Lëvizja Vetëvendosje. Pra do të para se të reagoj PDK-ja të kërkoj rivotim, Faton Pesi në vend të përpjekjeve për të kriju mjegullnoj në atyre termave hibride e kësi, duhet të dalë me besim të plot që është fitues i pakontestueshëm i zgjedhjeve në qytetin e Mitrovicës, të dëshmoj që ka vullnet për ta ripërsërit votimin dhe në mënyrë që t'ja tregoj vendin Partisë Demokratike e Kosovës që është humse sot e për shumë mandate në këtë qytet, ashtu siç pretendon nominalisht dhe verbalisht që e shpreh këtë gjuhë. Pra, prise e ripërsëritjes së votimit duhet të jetë Lëvizja Vetëvendosje, sepse fituesi ka përgjegjësi më të madhe politike dhe publike, ta demonstroj vullnetin e saj që dhe ti pri vallës për të davarit çdo mjegullnoj dhe dyshim që është krijuar në këtë drejtim dhe ta dëshmoj veten që është hapur, transparente dhe nuk ka çka fshehet, është rezultat i politikave që kanë ndjekur gjatë këtyre 4 viteve qeveria e Kosovës në komunën e Mitrovicës dhe në pjesën veriore që qytetarët e Kosovës e kanë vlerësuar se trendi është pozitiv. Ty vlerësim për rezultatin e zgjedhjeve 32 votime, rrjedhimisht edhe për zgjedhjet lokale të vitit 2025. Pyetja retorike është, Kush fitoi? Kujt mund të themi si fituese në situatën aktuale? Ky rezultat e bën të ndjet dikush fitues i madh apo humbës i madh? Rritash kjo çështja e tema e Mitrovicës na implikohet edhe në këtë gjykim politik. Se sigurisht e mbyllë kjo, do të ishte më lehtë. Tash jemi peng të kësaj situate të qartësimit se a ka pasur manipulim apo jo. Nga se me qartësimin e kësaj situate krijohet mundësi më e lehtë për një gjykim politik në bazë të rezultatit të plotë dhe të pranuar nga të gjitha subjektet politike dhe të certifikuara nga organet kompetente. Mirë, po ne tash po nisemi nga dhënat dhe nga gjendja çfarë është. Kam dëgjuar disa lloj analiza analiza që cila parti realisht është fituese e zgjedhjeve. Në fakt Kosova është i vetmi vend ku zgjedhjet lokale fitohen nga të gjithë, sepse secila prej subjekteve politike e ka shpallur veten fituese të zgjedhjeve. Njëri subjekt politik e ka shpallur veten që ka fituar më shumë komuna, subjekti tjetër se ka fituar më shumë asamblesë, subjekti tjetër se menaxhon më tepër buxhet dhe mjete financiare sa i përket një rezultat i balancuar. Njëri subjekt tjetër politik e ka shpallur veten fituese se ka arritur t'i mbrojë komunat të cilat deri më tani i ka pasur, pra është krijuar një konfuzion dhe se si të bëhet gjykimi sakt, se kush realisht është fituesi dhe humbësi i këtyre zgjedhjeve. Ne po i referohemi diçka tjetër. Nëse në vitin 2021, para 4 vite, humbse e kemi shpallur Lëvizjen Vetëvendosje, sepse nga se për shkak të fitores në zgjedhjet në 14 shkurtit, mbi 50% dhe arriti me vështirësi shumë të mëdha t'i siguroj vetëm 3 komuna, Lëvizja Vetëvendosje realisht 3 komuna në zgjedhjet e vitit 2020, 3 komuna, Lëvizja Vetëvendosje realisht i mbrojti 3 nga komunat e qeverisura gjatë këtij mandati dhe i shtoi edhe 4 të tjera, duke arritur në 7 numrin e komunave. Në këtë drejtim, trendi i shtrirjes së ndikimit politik në nivelin horizontal apo lokal nga Lëvizja Vetëvendosje shihet që është i qartë. Qatra kishte në 2021, Gjilanin, Kamenicën,
Po, Po, deri 4 edhe në 7, po, më fal, Po. po, 4 dhe të cilën e ngriti në 7 dhe në 2 komuna, tash, në 2 komuna kogja të rëndësishme në afërsi të Prishtinës, duke e bërë Prishtinën një qytet të rrethuar politikisht nga lëvizja vetëvendosja. Vetëvendosja fitoi tani 7 dëgjoj. komuna, në zgjedhjet e vitit 2021 kishte 4 komuna. 4 komuna, ndërkohë sot i Po ka e 7 pa me komuna. këtë Me numër të kriter të komunave, njësisë mase. me numër të komunave që trendi është trendi i ti subjekti politik për ta shtrirë ndikimin në këtë nivel të pushtetit është pozitiv. Dhe kjo nuk mund të mohohet se nga 4 në 7 është e thjesht matematikë e thjesht, nuk ka nevojë të. Sakt. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës në vitin 2021 ne e dim sa komuna i kishte dhe në sa komuna aktualisht ka mbetur. Pra do të ranë nga 9 kishte po. në 7 komuna. Po ashtu Partia Demokratike e Kosovës i humbi 2 komuna dhe është tash partia e tretë me qeverisjen të nivelit komunal. Arsyetimi i tyre se kanë fituar më shumë asamblesë, unë rrit edhe ti nëse një test të thjeshtë bëjmë kush është asambleisti i Partisë Demokratike, njëri prej asamblezëve të Partisë Demokratike në qytetin e Prizrenit. Po, ata ju referuan votës popullore. Po ndërsa votës popullore. Partitë edhe taktizojnë kështu. Taktizojnë, po kjo është një arsyetim për me justifikuar humbjen e komunave. Për shkak sepse edhe tema tjetër është kur ka ndodhur në Kosovë që partia e cila e ka fituar kryetarin e komunave, të mos ketë në gjendje ta kaloj buxhetin komunal. Kur ka ndodhur që kuvendet komunale të shkojnë në Asambleja sfidohet me zgjedhje, jo kryetari i komunës. Po, asnjëherë nuk ka ndodhur. Kështu që tash mundësitë për PDK, qytetet e mëdha të hyjmë nga vlerësimi i parë, në qytetet e mëdha. PDK, vetvendosje ka. Kriteri imi është numri komunave që Gjilanin. E ka Gjilanin, e ka Mitrovicën e jugut në pritje, nëse sqarohet çdo gjë edhe nga prokuroria. Mitrovicën e 2 qytetet mëdha. 2 qytetet mëdha. LDK ka Prishtinën, ka Pejen. E ka Pejen. PDK e ka Prizrenin, qytetin e dytë më Edhe edhe Ferizajin. Ferizajin. Në pikpamje të rezultatit zgjedhjeve në qytetet mëdha duket një shpërndarje balancuar. Është një balancë, mirë po tendenca, nëse shohim tendencën krahasimin. Ka po shkon trendi, nëse shohim tendencën krahasimin me vitin 2021, me vitin 2 subjekte tjera politike humbën nga 2 komuna, për arsye që tash ne mund të diskutojmë, dihet për çfarë arsye. Humbën nga 2 komuna ndërsa lëvizja vetëvendosje i fitoi 3 të tjera. Kështu që në këtë drejtim nuk mund të mohohet fakti që lëvizja vetëvendosje, nëse edhe Mitrovica konfirmohet që është fituar në mënyrë legjitime, për aq sa mund thuhet legjitime, edhe për shkak të presionit që po quhet politik nga establishmenti qeveritar, nuk mund të mohohet fakti që fituese e zgjedhjeve në Kosovë, në kuptimin politik, në kuptimin politik, nuk po flas në kuptimin moral në një kuptim tjetër, mirë po në kuptimin politik fituese e zgjedhjeve lokale është lëvizja vetëvendosje. Rritin nga 4 në 7 në kryetarëve të komunave. Tash mund të hapim diskutim, unë kam dëgjuar analiza të ndryshme se sidomos Fush Kosova, komuna e Fush Kosovës dhe Obiliqit u fituan në masë të madhe për shkak të aftësisë së këtij subjekti politik për ta shtrirë jetën e klientelës punësime. Mirë, po kjo është temë tjetër. Kjo nuk është Cila parti nuk e bëri këtë, Kosovë? Cila parti nuk e bëri këtë? Cila parti para vetëvendosjes nuk e bëri këtë? Jo vetëm cila parti, po secili vend në habitatin jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon, në masë të madhe e përdor klientelën ekonomike për të fituar vota. Kjo ka ndodhur në Kosovë. Këto janë argumentet e humzëve. Kjo janë argumentet e humzëve, dëgjoj. Argumentet e humzëve në kontekstin ton kulturor politik. Sepse Kosova është rast e atij modeli që demokracia. Kush bëri betejën? Demokracia ka ardhur. Kush fitoi betejën politike në zgjedhjet lokale? Për numër të komunave është lëvizja vetëvendosje që rriti nga 4 në 7 numrin e tyre. LDK humbi 2 komuna nga 9 në 7, PDK humbi 2 komuna nga 8 në 6, apo? Dhe kjo është rezultati. Ky trend, kjo tendencë elektorale, apo e rujti habitatin elektoral. Kjo tendencë elektorale e dëshmon edhe një herë iluzionin dhe keqkuptimin që eksponentët e subjekteve opozitare e kanë pasur në vazhdimsi
ndaj lëvizjes vetëvendosje. Po. Çka du të them me këtë? Po. Do sepse fillimisht e njëjtit, posh një analizë të një miku tim Fitim Saliu, kishte rëndit disa prej gabimeve konceptuale që subjektet opozitare duke i besu këtij iluzionit vetvetes, e kanë paralizuar, po mund ta gjeni në Facebook, e kanë paralizuar vetveten që të veprojnë kundër lëvizjes vetëvendosje. Thotë e para e kanë mbrojtë tezën që kur në Kosovë nuk mund të ketë fitues mbi 50%. Ajo ndodhi. E dyta që lëvizja vetëvendosje nuk mund të fitoj komuna sepse nuk ka kuadër, kjo po ndodh, sepse tashmë po i ndjek praktika të mësuara nga vendet e tjera nëpërmjet klientelës për ta marrë edhe pushtetin lokal. Kështu që ky besim i tepruar që subjektet opozitare kanë pasur se nuk mund ndodh kjo po përgënjeshtrohet në praktikën tonë politike. Le ta citoj edhe këtë pikpamje të Fitim Saliut, një miku të respektuar, kontributor të opinionit publik, po e ftojmë në mënyrë të vazhdueshme, por është tërheq nga debati. Aktualisht po vlerëson që nuk është koha tjetër pjesë e paneleve debate, por meqense ka postuar këtë pikpamje, ta citojmë si mendim politik. Fitim Saliu, analist. Partitë e vjetra kanë ushqy, thot, për kohë të gjatë status quo dhe komfort zonën e tyre duke kriju mite kallpe. Për me mbrojt prej rritjes së VV-s, duke mos pas kreativitetin, guximin dhe energjinë me u kundërvua asaj siç duhet, ata zunë me shpik skema të destinit dhe paracaktimet të providencës mbi pamundsinë e variablave ndryshme si ata njerëzit e parë në shpella që pamundsinë me i kuptu dhe me u përballë me fenomene natyrore e kompenzonin me shpjegime supersticioze. Dikur thoshin se asnjë parti në Kosovë nuk mundet me i marrë 50% si e vetme. VV-ja dhe Albin Kurti i morën 51% me 2021. Tash sa vjet thonë se Albin Kurti ka sukses në nivel nacional, por e ka të pamundshme shtrirjen e gjerë në nivel lokal, posaçërisht sepse i mungokan strukturat dhe kuadrat për me qeverisë në komuna. Klapa ta më në mendja se kuadrat në qeverisë qendrore i ka të shkëlqyshme vetëm për komuna, nuk po ka. Mbyll klapat. Dje Albin Kurti e theu edhe murin elektoral lokal duke dalë si partia shqiptare me më shumë të komunat fituara, po 7 komunave që fitojnë 2 rundet, VV-ja ishte shumë afër me fitu spaku dhe në 3 tjera, cilat potencialisht i fiton pas 4 vjetëve, ka Qanikun, vitin e Rahovesin, pa i llogaritë dhe komunat e tjera me gjas për me fitu në zgjedhjet e tjera lokale. Thot me tutje Saliu, tash një kohë të gjatë e kanë shpërndarë një mit të tretë, thot ai. Sa me gjatë të rinë në pushtet Albini, më shumë dëmtohet. Në fakt, rezultati mbrëmshëm vetëm sa e konfirmoi të kundërtën. Atë mantrën e vjetër cinike se pushteti prodhon më shumë pushtet, si një bish me mira duar që ushqen dhe e bym vetveten. VV-ja dje nuk fitoi me kandidatët më të artikuluar dhe më të pastër, por pikërisht me ata që shfrytzuan më shumë të pushtetin për subvencione dhe punësime në ndërmarrje publike. Nuk fitoi me engjuj e shenjtor, por me profile sekserësh që i kanë kuptuar natyrën dhe trillet e bishës pushtet. Prandaj, sa me gjatë që re Albin Kurti në pushtet, aq me shumë i shton kapacitetet me mirë mbajt pushtetin, sikur se ka ndodhur edhe në vendet qinje. E fundit, thot Saliu, sot po i shoh PDK-n duke festu me numrin e asamblezëve në nivel vendit dhe LDK me fitore në kryeqytet, sikur se askush si ka humb 1/4 e komunave. Kjo çështje vetëm mashtruese kjo, mungesë reflektimit dhe vetë kritikës, vetëm sa do të lloj agonin dhe dremitën e tyre politike, si të ati gomarit në prallat e femirisë që shpresonte se ishte ëndër, ndërkohë, ujku, veç se ja kishte hangër, si që thot, gjysmën e trupit. Të kritik Saliu, sidomos ndaj kombit opozitar, që gjithë argumentet që ka ndërtu mbi zotin Kurti, oponencën mbi të modelin e kësaj oponence, e kanë paralizu, e kanë bërë gabim. Ndëgjoj, e kanë paralizu vetë opozitën që treguohet më aktive për ta kufizu potencialin e lëvizjes vetëvendosje dhe të
Albin Kurtit, i cili në këtë mënyrë vetëm sa po e ushqen dhe po e zgjeron Kush fitoi komunat? Politikanë me duar të pastërta. Jo. Apo, ky kriter bie. Po. Tani, Fitoi ata të cilët filluan ta nuhasin mirë se si ta mirëmbajnë sistemin, se si ta mirëmbajnë mashinën elektorale, nëpërmjet klientelës, nëpërmjet punësimeve, nëpërmjet formave të ndryshme që tash dihen ato çfarë ta lëm Kurtin të gaboj dhe mbi gabimet e tij do të fitojmë ne. Kështu që kjo nuk po tregohet. Po, nuk po tregohet. Ta lëm Kurtin të konfrontohet me bashkësitë ndërkombëtare sepse ne do të përfitojmë. Po ndodhe kundërta. Konfrontimi i tij po e rrit këtë elektoralisht me përsëri dhe ndërsimin në raport me Amerikën dhe Donald Trump e sanksionimin listën e zezë. Po unë edhe me një shkrim që e kam pasur pak para disa dite, unë kam ngritur dyshimet e mia, nuk do thotë, unë gjithmonë të edhin që jam i vëmendshëm në deklarime publike, sepse nuk them me siguri e me prognozë të plotë se mund të ndodhë, por duke përcjell trendin politik të rritjes elektorale të lëvizjes vetëvendosje, edhe për shkak të polarizimit me bashkësinë ndërkombëtare, kam ngritur dyshimin që edhe futja eventuale në listë të zezë, që ka mbetur shpresa e fundit e subjekteve tjera parlamentare si mundësi për ta rrëzuar Albin Kurtin, mund t'ju rikthehet në bumerang. Mund t'ju rikthehet në bumerang sepse mbos lista e zezë vetëm ta forcojë. Duhet ta bëjnë vetë. Duhet ta bëjnë vetë, nuk mund të Amerika të fitojë zgjedhjet për subjekte tjera opozitor. Dhe shtotash dyshimet që janë krijuar për një fakt tjetër, kam thonë, opozita as nuk mund ta kritikojmë Albin Kurtin pse futet në listë zezë, nëse hipotetikisht futet siç kanë shpërë. Pse? Sepse nga lista e zezë u largu Milorad Dodiko. Në faktin ku largohet Milorad Dodiko dhe i cili ka shprehur në mënyrë të vazhdueshme ambicie dhe pretendime, ambicie në Republikën Serbe nga Bosnia. E ka shpallur veten asetin kryesor strategjik të Putinit në rajon. Dhe tash largimi nga lista e zezë e Milorad Dodikut dhe futja eventuale e Albin Kurtit erëzon edhe argumentin e subjekteve opozitare për me shfryzu këtë resurs si mundësi për përfitime politike. Vendin e presin zgjedhjet bazë të jashtëzakonshme. Vetë Konjufse a thanë ditën e votimeve. Po shkoj, por nuk mund të pres që mund të votohem. Është po qartë rrit e kemi thonë disa herë që ka qenë një skenim. Dhe u deklarua edhe zoti Kurti. Përsëri me gjuhën dhe vlerësimin e njëjtë. Dëshironi zgjedhjet, ta bëjmë një qeveri siç e kemi propozuar, apo doni dy palë zgjedhje. Ky rezultat i zgjedhjeve lokale ka na shpije. Duke e njohur do thotë edhe në natyrën e tij, se Kurti i don dy palë zgjedhje, por këto arsyetime nevojiten vetëm për konsum publik. Do të që ta shpall veten që oferta e tij për të shmangë zgjedhjet në këtë situatë nuk u pranon nga subjektet opozitive. Ndërkohë brenda vetvetes Kurti është idhtari më i madh jo vetëm i parë zgjedhjeve, por i zgjedhjeve të vazhdueshme, sepse Kurti jeton nga pretendimi për krijim të mobilizimit permanent. Kurti nuk e kënaqin politikisht administrimet e zakonshme të shtetit. Si e don gjendën jashtëzakonshme? Kurti se Kosova duket që Kurti nuk e kënaqin, nuk mund të jetë komod, nuk mund të jetë rahat nga administrimi i zakonshëm i pushtetit. Intenca e tij politike është se si krijoj mobilizim permanent. Kështu që nëse ka dikush që idhtari më i madh jo vetëm i një parë zgjedhjeve, por edhe i 10 parë zgjedhjeve gjithë vitin e ardhshëm është pikërisht Albin Kurti për shkak të këtë dëshiron thunë. Absolutisht, këtë unë e mbroj këtë pikpamje. Normal tash do duhet qeverisë në gjendje të jashtëzakonshme. Të qeverisë në gjendje të jashtëzakonshme, të ketë mobilizim permanent, premtime të vazhdueshme, sepse nga zgjedhje në zgjedhje nuk ekziston as mundësia të verifikohen e të ballafaqohet me vetveten sa i përket mosmbajtjes së premtimeve. Kështu që ushqimi më i madh politik për liderin e lëvizjes vetëvendosje është mbajtja gjallë e kësaj situate permanente të elektorale. Do të krijojmë një atmosferë të vazhdueshme, të disponimit vetëm elektoral dhe shkëputje nga administrimi normal i shtetit. Politikisht sipas jush, ky rezultat i zgjedhjeve lokale, a është inkurajues edhe për ish opozitën që të vijojë matutje të kërkoj zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Edhe duke mos u bërë duke mos pasur një kauz mbase të qartë për bashkë një pakt për të thonë njerëzve se këta janë ata që do të vendosin për ta qeverisë Kosovën, me zë dhe figurë, me të vendosur. Unë rrit para disa ditës bashku kur kemi diskutuar për skenarin e zgjedhjeve që tashmë po shihet zgjedhjeve të
jashtëzakonshme parlamentare, kam ngritur shqetësimin tim që nëse subjektet opozitare nuk janë gjendje të transmetojnë mesazh që nuk do të jenë vetëm bllokues të Albin Kurtit, sepse në këtë mandat është transmetuar mesazhi që ata janë vetëm bllokues të Albin Kurtit, por që nuk do të jenë gjendje që pasi ta bllokojnë lëvizjen vetëvendosje, ta ndërtojnë një alternativë qeverisëse, atëherë kjo mund t'ju rikthehet në bumerang. Është në dorën e tyre, është në taktikat e tyre, është në mënyrën e tyre të veprimit politik, se si do ta gjejnë mënyrën për të dëshmuar që nuk janë vetëm kundër diçkaje, po janë edhe për një ofertë të caktuar politike. Tash sepse mbetja brenda llogoreve vetëm të kundërshtimit dhe vetëm të refuzimit mund të rikthehet në bumerang politik. Kështu që kjo është betejë kryesore që e kanë subjektet opozitare dhe ato shto faktin që hynë në këto zgjedhje, do të thotë në zgjedhje të jashtëzakonshme në një proces teje të serioz të lënduar nga brenda si Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, pavarësisht faktit që LDK-ja e fitoi Prishtinën, u thash, i ka humbur të gjitha degët e këtij rajoni politik. Vetëm Lipjani i ka mbetur. Prishtina sot rrit po shprehem në terma metaforik, që të mos keq kuptohem se nuk jemi në gjendje lufte, Prishtina sot është rrethuar politikisht nga lëvizja vetëvendosje. Thonë është kryeqyteti, istikamet figurativisht është në shtetërrethim politik. Gjithmonë të mos keq kuptohem është në shtetërrethim politik nga lëvizja vetëvendosje sot Prishtina. Diçka që ka qenë pa imagjinueshme më herët. Dhe pikërisht në ato që i ka ndodhur sikur Partisë Demokratike të Kosovës, pikërisht në ato vende ku ka interferuar Lumir Abdigjiku, do thotë kemi kurje elektorale të lëvizjes, të Lidhjes Demokratike e Kosovës. Kandidati i ri i Lidhjes Demokratike të Kosovës në fushë Kosovë u bë në menaxhimin e Lumir Abdigjikut, në kohën e Lumir Abdigjikut. Në Obiliç dije si ishte situata, njëri ishte Xhaferi, jo, në Obiliç ishte njerë në aleancë, më pastaj në kohën e Lumir Abdigjikut kaloi në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kishte iniciativë vetëm të pavarur. Kishte një iniciativë ndodhi pikërisht, do thotë përjashto Prishtinën që arriti ta ruaj me shumë vështirësi e si tash kjo është tim tjetër. Kudo që Lumir Abdigjiku, kuadri Lumir Abdigjikut, kudo që është emëruar, ka pësuar fiasko elektorale, ka pësuar. Dhe kjo nuk mund të tejkalohet pa përgjithësi. Krahason Lumin të njëjtë në të njëjtën me lidershipin e ri të partisë, me lidershipin e Partisë Demokratike. Kudo ku ka interferuar, kudo ku personat e nominuar dhe të kandiduar janë rezultat i punës dhe i aktivitetit të strukturës aktuale drejtuese të Partisë Demokratike, rezultati është kanë mësuar fiasko elektorale. Ndërsa strukturat e trashëguara politike të Partisë Demokratike të Kosovës kanë dëshmuar potencë më të madhe elektorale. Dhe për ta përmbyllur, vetëm ta përmbyllin, dëgjoni me fitoren e lëvizjes vetëvendosje dhe me humbjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Kështu e lexon rezultatin. Unë kështu e lexoj rezultatin, komunat i sigurt jam 100% dhe me tendencë, nëse nuk zgjohen, nuk këndellen këto subjekte, por e ndjekin këtë apati politike me tendencë për t'i kriju edhe më shumë komoditet e pushtet lëvizjes vetëvendosje. Unë jam i bindur që suksesi elektoral, prap po e presim Mitrovicën. Por dhe ky sukses që ka arritur lëvizja vetëvendosje, po spekuloj sepse nuk është, hajde mund të jenë edhe 1000 vota të manipuluara, po shkoj në ekstrem, gjë që nuk e them. Po dhe ai rezultat i cili është arritur. Unë ta kam thënë 100 herë. Mitrovica nuk është humbur në fushat elektorale. Mitrovica është humbur nga pasiviteti 4 vjeçar i Partisë Demokratike të Kosovës në kuvendin e Kosovës. Sepse nëse 4 vjet kauzën Biveri, cili ka qenë qëndrimi i tyre për tentimin për hapjen e urës. Se këtë punë e kryen KFOR-i amerikan, apo? Ne nuk kemi kauzë sepse kjo është punë që e kryen KFOR-i amerikan. Cili ka qenë qëndrimi i Partisë Demokratike të Tahiri, kostin Arjan Tahiri. Arjan Tahiri e mbajti kostin e pasivitetit e subordinimit. Arjan Tahiri është viktimë politike e subordinimit të strukturës drejtuese në qendër në kuvendin e Kosovës ndaj narracionit Albin Kurtit për çlirimin e veriut. Cili është qëndrimi i ne në studio kur ka filluar ura elektorale, merr skanas deklarata për atë projekt. Dhe tash mas gjithë
këtij investimi i ri që e ka bërë Zgjedhjet i fitoi Albin Kurti Dëgjoj, dhe Ramush Haradinaj. Dhe Ramush Haradinaj, po. Në komunat që mbajti. Dhe Mbajti rezultatin. Pas gjithë këtij narracioni që e ka ushqyer Albin Kurti për atë pjesë, është e pritshme, është më se normale që ta ketë shtu ndikimin e tij elektoral, sentimentin publik, ndikimin e tij elektoral. Do të kur ka ardhur puna sa i përket ballafaqimit me temën e politikë, jam pse s'bën mbetej. Se kjo është, unë thash, ti e di çfarë kauze, çfarë teme e madhe ka qenë çështja e hapjes së urës në veri. Dhe më pastaj pa procedura, mënyra se si. Dhe zhvillimet sistematike në pjesën e verisë. Tash nuk mund të listojmë të gjitha që kanë ndodhur. Ta përfundojmë për fund, po. Dhe unë mbroj nga këto e tham, do thotë nga këto që dihet. Qyteti i Mitrovicës, nëse verifikohet në aspektin juridik që rezultati është ky që është, tash po i presim, atëherë kjo fitore nuk është as fitore ashtu nga të tjerë, nuk është as fitore e Faton Pecit, as humbje e Arjan Tahirit, kjo është fitore e Albin Kurtit nga zbëthja e Partisë Demokratike të Kosovës për të mos u ballafaquar me zhvillimet në veri. Është investim permanent në një narracion 4 vjeçar dhe ti po pret rezultat tjetër në atë qytet. Unë jam i entuziazmuar me suksesin që e ka treguar kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe një pyetje që PDK-ja duhet i përgjigjet në këtë rast. Si ndodhi që në balotazh kandidati i tyre ka më pak vota se në rrethin e parë të votimit? Nuk ka arritur po. U bojkotua thu? Nuk e është një pyetje që duhet të përgjigjen. Edhe ata kanë përgjegjësi politike në këtë temë. Kandidati Arjan Tahiri ka më pak vota përkundër që ka bërë marrëveshje për koalicion me LDK-n dhe me Aleancën, mirë po për balotazh nuk ka arritur të siguroj as vota që i kishte siguruar nga vetë Partia Demokratike e Kosovës. Janë dhënë atë KQS-s, të cilat duhet ku treten ato vota. Ku shkuan ato vota? Po, natyrisht. Edhe nëse 10 vota janë më pak. Është analizë me fokus realist. Edhe nëse 10 vota janë më pak në raundin e dytë se në raundin e parë, Partia Demokratike e Kosovës duhet të sqarohet. Po. Për këtë temë. Domethënë, te rasti Mitrovicës, ju me qenë se ka qenë krye kauza. Suksesi politik i Albin Kurtit, krahas zhvillimeve të fundit, prezencës së tij të vazhdueshme, impenjimit të jashtëzakonshëm në fushat elektorale, është edhe rezultat i aktivitetit politik që ka ndjekur gjatë 4 viteve të fundit. Dhe orientimi i tij për ta fituar me çdo kusht Mitrovicën është projekcioni i tij për ta mbajtur gjallë këtë temë politike. Është parë, është raportuar për prezencën e tij vazhdimisht ditë e natë. Po politikan më ka solli kontë. Po, është edhe për te shqetësimeve përdor infrastrukturën shtetërore, po gjithë kryeministrat gjithë kanë përdorur. Kushdo që në rregull është të kërkohet llogaritoni, por mbi modelin ideja ime është që edhe fakti që ai e ka specifikuar këtë komunë si targetin kryesor të tij politik është sinjal që ai do të tentoj ta mbajë kauzën e tij gjallë, këtë kauzë politike me cilën Matuti, e cila i ka krijuar jo pak profite elektorale. Kjo është pak a shumë tabloja e këtyre zhvillimeve që kemi pasur rastin ta shohim nga ky lexim i shpejt, por jemi në pritje të asaj. Do të jemi natyrisht në secilin emision për fokusu komunat e mëdha, për të analizu Tazën, Prishtinën, Prizrenin, Pejen, Gjakovën, Mitrovicën, Gjilanin, Ferizajn, secilin komunë fillimisht dhe komunat tjera që përbëjnë relevancë politike, Tazën për kryeqytetin apo për komunat tjera. Të falenderoj Kasolli për të analizë. Ishte kënaqësi e rete. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.